Mirëmbrëma të nderuar shikues, po takohemi në edicionin qendror këtu në televizionit të 7. E pritën me javë vendimin e kushtetuesës, por edhe një herë pasi që ai doli, kuvendi nuk gjeti rrugën për ta konstituar legjislaturën e re. Si rrjedhoi ka dështuar edhe për herë të 39 tentimi për këtë. Krejçka e veçoi seancën e sotme ishte përplasja kryesuesit Avni Dehari me përfaqësuesit e partive rivale. Si zakonisht të pare që zënulset e kuvendit të Kosovës janë opozitarët. E deputetet e PDK-s, LDK-s, AK-s e nis me socialdemokratët tash e 39 herë. Po ju bie të presin kolegët e tyre nga lëvizja vetëvendosje të cilët qëllimisht të duket se nuk vjen me kohë. Krejt kjo në tentimin e radhës për konstituimin e institucionit më të lartë ligjvënës. Nga ky subjekt politik me kohë vije veç udhëheqësi i seancës Avni Dehari, që zakonisht cakton orën që asnjëherë nuk respektohet nga bashkëpartiakët. Pasi takimi mes liderëve të partive rreth vendimit të gjykatës kushtetuese nuk ishte i frytshëm, shpresat që këtë të diel diçka do të ndryshonte ishin të vogla. Kjo u dëshmua posa kryesuesi Dehari mori fjalën. Ftoi PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Për dallim nga herët e tjera që nuk ishte reagim, deputetët e mazhorancës u befasuan pak kur panë që në foltore po dilte deputetja e PDK-s Vlora Qitaku. Kjo e fundit nuk ishte emër për antar të komisionit, por kritikat e ashpra ndaj kryesuesit të seancës Avni Dehari. Me vetëdije të plot, kryesuesi po abuzon. Kur pa reagimin e partisë, Dehari u hutua aq sa për t'ia ndalë fjalën, porositje ata që as se kanë detyrë e as mund ta bëjnë këtë. Dhe po e sigurimi le të ndërpritet, nuk ka nevojë për nëse keni propozim, mund propozoni. Fjala i kaloi LDK-s, e cila kishte të njëjtin qëndrim si PDK-ja. I nderuar zoti Dehari. Por edhe ndaj saj reagimi ishte i njëjtë. Regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. Turpruese këtë situatë krijuar e quajti edhe deputetja e AK-s Time Kadriaj. Shkelc të kushtetutës marrë për juve. Regjia të ndërpritet, nuk ka debat vetëm nëse ka propozim, ose s'ka. Kështu seanca vazhdoi me hedhjen e votim për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit. E vetë një formë për ta kundërshtuar këtë ishte pengimi përmes trokitjes së tavolinave nga opozita. Por kjo nuk ndryshoi asgjë. Seanca u ndërprej për të vazhduar sërish pas 48 orësh. 53 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenimi nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi përsëri me të parin shtatit në orën 11. Atë që nuk ju lejua të thonë në foltore, opozitarët e dëridjeshëm e thanë nga holli kuvendit. Kurti e vetëvendosje u akuzuan se po shkelin qëllimisht kushtetutën. As pas vendimit të gjykatës kushtetuese, deputetët nuk arritën konstituimin e legjislaturës së re të kuvendit të Kosovës. Partitë pas dështimit të radhës po e interpretojnë në mënyra të ndryshme këtë verdikt. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, u shpreh se qytetarët janë bërë dëshmitar të abuzimit të shkeljes së kushtetutës me vetëdije nga Albin Kurti dhe VV-ja. Nuk është situata e njëjtë si para gjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse ka një qartësi akt gjykim, është e qartë që nuk mund ndryshohet rendi i ditës aq më pak në mënyrë arbitrare. Dhe insistimi i njëjtë sot, sikur në seancat e kaluara, i bie që për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen, as gjykata kushtetuese e as akt gjykimet e saj nuk kanë kurrfarë vlerë. Të njëjtin mendim ndau edhe deputetja e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu. Me këtë rast i kërkojmë sërish reflektim vetëvendosjes që të procedoj me rendin e aprovuar në kryesinë e kuvendit dhe rendin e konstituimit të kuvendit Kosovës, e cila dallon për nga forma edhe nga seancat e tjera. Më jashpër me pushtetin e detyrë ishte kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj. Është një situatë tepër e rëndë për vendin,
Ky ka do mendën me bo ma kesh në Kosovë, me vazhdu të keqen, është problem me këtë njeri. A do të vazhdoni të takoni me ta nëse ju thirr? Unë s'kam se me u taku që ai po bën lojë. Në anën tjetër, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Hekuran Murati në një fjalim të gjatë shpalosi leximin sipas çejfit të tij të vendimit. Deri më tani mund të kenë pasur arsye kur kanë thënë që po e presin, prandaj s'mund të votojmë sepse nuk janë të sigurt se është antikushtetues apo jo votimi i fshehtë. Ne tashmë të gjithë e kemi lexuar, s'paku ose kemi pasur mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili në asnjë pikë të vetme, madje në asnjë pikë të vetme, asnjë paragraf, se lere më në konstatim, nuk e thot një gjë të tillë. Seanca kësaj së diele ndodhi një ditë pas takimit të liderëve të partive të përfaqësuara në kuvend, i cili takim nuk prodhoi asgjë konkrete, sa i përket arritjes së një marrëveshjeje të mundshme për daljen e vendit nga ngërçi i krijuar politik. Lidhur me këtë, Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka reaguar pas dështimit të radhës për konstituimin e kuvendit të Kosovës, duke akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për veprime të papërgjegjshme dhe shkelje të rendit kushtetues. Ai ka thënë se përmes Avni Deharit, Lëvizja Vetëvendosje ka shkelur një aktgjykim të gjykatës kushtetuese dhe ka dëmtuar rendin demokratik në vend. Lëvizja Vetëvendosje është e specializuar për anarki. Albin Kurti dhe Vetëvendosje nuk munden dhe nuk kuptojnë të funksionojnë në bazë të rregullave demokratike, ka deklaruar Miftaraj. Sipas tij, kapja e kuvendit dhe dështimet e njëpasnjëshme, përfshirë ato të ministres Albulina Agjiu, janë dëshmi të përpjekjeve për të mbrojtur interesat personale dhe partijake. Pikërisht pas aktgjykimit të kushtetuesës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ftoi dje në takim liderët e partive. Aty nuk pati rezultat, por pas takimit ai doli në një konferencë ku prodhoi një huqje teksa pyeti gazetarët se ka vend tjetër në Evropë ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashk. Gazetarja nxorri blof duke ja përmendur Shqipërinë, por në fakt të tilla janë edhe plot vende të tjera. Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Po Shqipëria e vërtetë. Tentoj të sfidon të gazetarët, por përgjigjen e mori me shpejtësi që priste. Huqjen e pranoi mes të qeshurash, por kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti duket se nuk ishte në dieni se Evropa vlonte nga disa raste kur partia e parë ka më shumë vota e deputet se dy partitë pasuese. Përveç Shqipërisë, ku Partia Socialiste e Edi Ramës ka 83 deputet, me shumë se 5 partitë e tjera parlamentare që krejt bashk i kanë 57, situatat e ngjashme ka edhe në 2 shtete fqinje të Kosovës. Në Serbi, me të cilën Kurti merret shumë, koalicioni i Aleksandar Vučićit i ka 129 ulse. Ndërsa i ka mbi 48% të votave, partia e dytë dhe e tretë në kështet i kanë vetëm rreth 30, e që të dyja bashkë numërojnë veç 83 deputet, 46 më pak se partia fituese. Hishme ndryshe situata nuk është as në Maqedoninë e Veriut, gjë që Kurti do duhet adende sepse ka ndërhyrë dhe ka pasur përfaqësues të partisë së tij në zgjedhjet e fundit para një viti në këtë shtet. Aty partia fituese VMRO DPMNE Kristian Mickockit ka fituar 58 ulse, derisa dy subjektet politike të radhës bashkë kanë vetëm 36, 18 LSDM e 18 Fronti Evropian i Shqiptarëve të Ali Ahmetit. Me diferencë më të thellë të partisë së parë karshit e dytës dhe tretës bashkë, qëndron Hungaria. Në parlamentin me 199 ulse, plot 135 prej tyre i ka koalicioni i kryeministrit e këtij shteti, Viktor Orban. Forca e dytë politike i ka vetëm 57, kurse e treta 6, pra vetëm 63, dy fish më pak se fituesit. Edhe në Greqinë që Kurti e viziton bajagi shpesh në parlamentin me 300 ulse, partia e pari ka 158 prej tyre, e vetme me shumë se 7 partitë e tjera parlamentare bashkë. Dikush mund të arsyetuohet me sistemin mazhoritar të shtetit grek. Megjithatë, demokracia re si forcë e parë ka mbi 2.1 milion vota e mbi 40% e tyre, kurse Syriza si e dyta dhe PASOK si e treta bashk i kanë mbi 1.5 milion vota e vetëm rreth 29% të votës totale. Edhe në shtetin që e një mirë miku i Albin Kurtit Martin Berishaj në Sloveni, rasti është i ngjashëm.
Madje aty një ish bashkëpunëtori ambasadorit kosovar në Kroaci, Robert Golob, me forcën e tij të re politike në zgjedhjet e fundit zuri 41 ulse nga 90 sa i ka parlamenti sloven. 6 ulse me pak i kanë 2 partit pasuese, Partia Demokratike e Janez Janshës me 27 dhe Slovenia e Re e Demokristianëve me 8. Këto janë vetëm disa nga rastet që përgënjeshtrojnë deklarimin e Kurtit që u mundua që publiku t'ia shes në formë pyetje. Janë de paktën 6 raste, jo shumë larg Kosovës, ku partitë e para janë më të mëdha se të dytat e tretat bashk. E këtë Kurti nuk dihet, a nuk e dinte një mend apo e kishte sa për shkaktuar huti. Megjithatë, kjo s'është huqja e tij e parë publike kur ai merr hyjëm për të qenë i pasakt. Inxhinieri i elektros i divorcuar që nga koha e fakultetit prej profesionit të tij kishte dështuar edhe në zgjidhjen e një ekuacioni të thjeshtë matematikur. Pikrisht zyra e udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shpallur një tender për furnizim me lule me një vlerë të parashikuar prej 55.000 eurosh. Kjo është pamja e objektit të qeverisë së Kosovës gjatë një dite të zakonshme vikendi. Nuk dihet nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti ndodhet në zyrë apo jo. Por në katin e 7 të kësaj ndërtese, aty ku ndodhet zyra e tij, pritet të ketë së shpejti ndryshime në aspektin estetik. Zyra e kryeministrit ka shpallur një tender për furnizim me lule, me vlerë të parashikuar prej 55.000 eurosh. Tenderi përfshin blerjen e llojeve të ndryshme të luleve, kryesisht të freskëta si karafila, krizantema dhe hydrangea, me ngjyra të ndryshme. Po ashtu, në listë janë edhe ikebana me 5 ose 10 lule të ndryshme, buqeta shumë ngjyrshe dhe kurora me lule të freskëta, me masi 60 cm. Tenderi është bërë publik në platformën e prokurimit publik dhe pritet të mbyllet me datën 4 korrik. Sipas njoftimit, furnizimi do të bëhet sipas nevojave të institucionit dhe mund të shtrihet në disa faza, në varësi të kërkesave zyrtare. Për këtë tender mund të aplikojnë operatorët ekonomik të fushës së floristikës, ndërsa përzgjedhja do të bëhet përmes procedurës së hapur të prokurimit publik. Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderet e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e sipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidateve do të riekzaminohen për të identifikuar 6 aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Zyrtarët zakonisht përdorin lule për dekorimin e hapësirave të punës dhe për ngjarje zyrtare, apo për pritje të delegacioneve. Për furnizime të tilla, zyra e kryeministrit shpall tender periodik, sipas planifikimit vjetor buxhetor. Për një dikaster qeveritar, zyra kombëtare e auditimit ka zbuluar parregullsi. Gjatë vitit 2024, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka vazhduar të paguaj pensione disa personave që kanë vdekur. Për këtë janë shpenzuar plot 58.750 euro. Buxheti i shtetit po dëmtohet edhe nga ata që nuk janë gjallë. Zyra kombëtare e auditimit ka zbuluar se gjatë vitit 2024 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka vazhduar t'i paguajë pensione disa personave që kanë vdekur. Vetëm këtë vit janë shpenzuar plot 58.750 euro për pensionistët të ndjerë. Sipas ligjeve përkatëse të skemave pensionale dhe rregullave të aplikueshme, pensionet duhet të ndalen pas vdekjes së përfituesve. Nga krahasimi i të dhënave regjistrave ndërmjet MFPT-s, ndërmjet MFPT dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil, kemi gjetur se gjatë vitit 2024 janë realizuar gjithsej 437 pagesa në vlerë 58.750 euro për pensione pas vdekjes së përfituesve. Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së koordinimit me institucionet që regjistrojnë rastet e vdekjes dhe nuk përditësojnë të dhënat e pensioneve. Nga krahasimi të dhënave të Ministrisë me skemat pensionale dhe sociale, auditimi ka zbuluar se janë paguar mbi 1.1 milion euro për njerëzit që marrin më shumë se sa një pension. Rastet më të shpeshta janë ish-pjesëtarët e TMK-s, të cilët vazhdojnë të marrin pensione të dyfishta, bazuar në një vendim të vitit 2018. Edhe pse ligji thotë qartë se askush nuk mund të marrë më shumë se një pension nga skema të ndryshme që paguhen nga shteti. Ligji për veteranët, invalidët dhe pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës përcaktojnë se ata duhet të zgjedhin vetëm një pension dhe nuk lejohen të marrin të tjera. Auditimi ka gjetur edhe rastet ku persona të punësuar kanë marrë pensione dhe ndihma sociale, ndonse ligji e ndalon këtë. Vlera këtyre pagesave të gabuara arrin mbi 233.000 euro.
Në raport është theksuar se Ministria nuk ka planifikuar dhe kontrolluar mirë shpenzimet. Pagesa prej mbi 90.000 euro është regjistruar në kategoritë të gabuara brenda buxhetit, duke krijuar keqkuptime dhe duke bërë pasqyra financiare të mos jenë të sakta. Zyra kombëtare e auditimit i ka kërkuar Ministrisë së Financave të përmirësoj bashkëpunimin me institucionet e tjera dhe të sigurojë se çdo shpenzim të regjistrohet dhe klasifikohet si duhet. Parregullsi u gjetën edhe në një resort tjetër qeveritar. Zyra kombëtare e auditimit ka zbuluar se Ministria e Tregtisë, që udhëhiqet nga Rozeta Hajdari, ka paguar zyrtar në mënyrë të kundërligjshme. Për ta shkruar strategjinë kombëtare të investimeve, angazhua një ekspert nga Gjermania. Madje për këtë shërbim, Christian Tim u pagua nga Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë mbi 74.000 euro. Por kur ju ekzekutua paga, institucioni harroi të aplikojë ndalesën e tatimit. Kjo mangësi është zbuluar nga Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin e saj të fundit. Sipas ZK-s, kjo shkelje është bërë për shkak të mungesës së njohurive nga ana e zyrtarëve financiar dhe administrativ të ministrisë. Auditimi ka zbuluar edhe parregullsi të tjera. Disa zyrtarë kanë mbajtur pozita si ushtrues detyre më gjatë se sa lejon ligji, për më shumë se 20 muaj, edhe pse afati maksimal është 1 vit. Një tjetër problem është menaxhimi i pasurisë publike. Ndërtimi i infrastrukturës së parkut industrial në Budrig ka përfunduar që në vitin 2023, por ende figuron si investim në proces dhe jo si pasuri që përdoret. Kjo ka bërë që vlera e saj të paraqitet më e madhe në bilancet financiare. Auditimi ka gjetur parregullsi edhe në mënyrën se si janë dhënë subvencionet për bizneset e vogla dhe të mesme. Në disa raste përfituesit kanë blerë makineri para se të nënshkruanin kontratën me ministrinë. Ndërkohë, Ministria u ka paguar 100% të shumës në fillim, ndonse rregulloria kërkon pagesa me këste dhe garanci bankare. Zyrtarët thonë se gabimet kanë ndodhur për shkak të ngarkesës dhe përzierjes me rregullat e thirrjes së kaluar. Ata kanë nisur masat për të kthyer mjetet dhe për të përmirësuar procedurat. Nga 6 rekomandimet të auditimit për vitin 2023 deri në fund të vitit 2024 janë zbatuar vetëm 3. 2 nuk janë zbatuar fare, ndërsa 1 është në proces. E një vendim që po kontestohet prej kohësh është shtrenjtimi i rrymës, rritja e çmimit të energjisë elektrike, por rrezikon bizneset dhe standardin jetësor të qytetarëve, vlerësim ky nga Oda Ekonomike sipas asaj që po shihet aktualisht. Çështja e energjisë elektrike është një nga më problematikat për vitin 2025. Në këtë mënyrë po rrezikohen bizneset dhe standardi jetësor i qytetarëve. Të paktën kështu ka vlerësuar kryetari i Odës Ekonomike Lulzem Rafuna. Për biznesin 16.1% është shumë. Shumë ka qenë edhe dalja në tregun e lirë ku prej 200 deri 400% ka shku. Po nëse vazhdon kjo forci që bizneset më majtë në tregun e lirë, nuk ka më fol më për 400%. Po s'ka më pas përqindje që ka me nalë çmimin e energjisë elektrike. Ne importojmë çmimin e energjinë elektrike. Bashkë me të importojmë edhe çmimin. Dhe biznesi jo që ka më mbyll, po s'ka me mujt me ekzistu me këto kushte dhe me këto rrethana. Ai theksoi se pasojat më të rënda do të ndihen në muajt e fundit të vitit kur konsumi i energjisë rritet ndjeshëm. Më shumë të çmimi do të vrehet me fillimin e muajit tetor, nëntor, kur fillon koha të temperaturat më të ulta, fillon konsumi për ngrohje, atëherë do ta vrejnë shtetërorët e Republikës së Kosovës, do ta vrejnë edhe biznesi. Atëherë do të vrejnë më shumë. Po biznesi ka me vrejtë edhe me 30 qershor, kur ta merr faturën e parë për korporatës së energjisë. Për të gjitha këto arsye, Rafuna u shpreh kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Për këtë arsye, edhe rritja me 16.1% për shtetërorët e Republikës së Kosovës nuk ka qenë rritje drejtë, se ka varfruar, ka ulë standardin jetësor. Po edhe sikur biznesi ti mos ti kesh ataku me rritje, po vetëm shtetarët prap biznesi atakohet se bën fuqia blerëse. Kur ka fuqi blerëse, biznesi nuk performon. Biznesi ti vjen një fuqi blerëse e fortë, një konsum i fortë. Për këtë arsye ne jemi kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, qoftë për ekonomitë familjare, qoftë për biznesin. Rafuna tha se rritja e çmimit të energjisë elektrike është kosto operative e çdo prodhuesi, që do të ndikojë që edhe produkti të jetë më i shtrenjtë. Kthehemi me informacione nga vendi. Një aksident me pasoja fatale ka ndodhur rreth orës 3 të
mëngjesit të sotëm në rrugën magjistrale Prishtinë-Ferizaj në fshatin Mohovc. Policia ka konfirmuar se në aksident është përfshirë një veture tipit Fiat me targa vendore e cila drejtohej nga një 28 vjeçar. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i automjetit ka humbur jetën në vendngjarje. Sipas hetimeve të para, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës. Automjeti ka dalë jashtë rrugës pasi drejtuesi kishte humbur kontrollin mbi të. Policia ka nisur hetimet për sqaruar rrethanat e plota të këtij rasti. Ka vdekur gjithashtu në qendrën klinike universitare të Kosovës një burr që ishte aksidentuar në slovi të Lipjanit më 26 qershor. Sipas raportit të policisë, njëti ka vdekur 2 ditë më pas. Më 28 të gjashtit në QKK ka ndërruar jetë një mashkull i cili ishte duke u trajtuar pasi ishte lënduar gjatë një aksidenti trafiku që kishte ndodhur më 26 të gjashtit. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, thuhet në njoftim. Të nderuar shikues, ishin të gjitha informacionet të përgatitura për këtë edicion qendror të lajmeve. Për këto dhe shumë informacione të tjera, klikoni në Gazeta Express. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.